Pak para nisjes së spektaklit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ish banorja Sara Gjordeni ka qenë e ftuar në një emision dhe ka ndarë me publikun një foto që lidhet me peshën e saj trupore. Ajo ndër të tjerash u shpreh: "Unë aktualisht jam vetëm 5 kg mbi peshën time normale, por televizioni shton dhe 5 kg të tjera si gjithmonë." Ajo thekson se pjesën e bukurisë në televizion, ashtu edhe në pasarelet më të mëdha të modës e ka përfunduar prej kohësh dhe se tashmë është në një garë shumë më të rëndësishme të jetë një mami sa më e mirë. Sara tregon se edhe nëse nuk i rikthehet më trupi i dikurshëm prej misi, kjo nuk përbën as pak problem për të, pasi tashmë ka sjellë në jetë qenien më të shtrenjtë për të, vajzën e saj, Nea. Edhe sikur të mos vijë më kurrë në formën që kam qenë, besomni, më mjafton që i kam dhënë jetë një ndër krijesave më të bukura që kam parë, është shprehur ajo plot emocione. Ndërkohë Sara Gjordeni pritet që shumë shpejt të nisë emisionin e saj të ri me titull Vajza apo djalë, një projekt i ri televiziv që ka zgjuar interes që në parë lajmërimin që u bë. Na do t'ju kujtojmë se Sara Gjordeni dhe Bardhi u njohën gjatë kohës sa ishin brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri dhe tani më ata kanë krijuar një familje shumë të bukur. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.